Tema e shumë diskutuar e këtyre ditëve te kombëtarja është etnik Bruti. Ky futbollist është pjesë e Malishevës dhe papritur është kthyer në fjalën e parë në të gjitha mediat shqiptare. Kjo për shkak se ky futbollist zgjodhi që t'i bashkohej Shqipërisë dhe u ftua nga Silvinjo për ndeshjet e marsit. Pra mes fushori Malishevës do të luajë në 2 takimet tona të marsit, ku kryefjala është padyshim ajo përballje kundër Anglisë. Gazetari Erlin Sadiku ka treguar lajmin ekskluziv se Bruti është pajisur së fundmi zyrtarisht me pasaportën shqiptare. Pra tani nuk ka më as si pengesë për këtë futbollist e Shqipëria dhe pjesëmarrja e tij në listën e së premtes duket me shumë gjas një çështje e mbyllur. Por ky kalim i këtij futbollisti ka ngjallur shumë diskutime kryesisht në Kosovë. Kjo për shkakun se Bruti ndodhej me sherit kapitenit të U21-shi dhe tani do të jetë pjesë e Shqipërisë. Një diskutim që i ka kaluar të gjitha pritshmëritë dhe që është kthyer në një skandal të vërtet, pasi Bruti po quhet një tradhtar në Kosovë. Sigurisht një kalim i tillë nuk mund të kënaqë ambientin sportiv në Kosovë dhe kryesisht trajnerët e grup moshave të Dardanëve që investojnë për këta futbollist dhe në fund ata bëhen pjesë e Shqipërisë. Deri këtu është çdo gjë logjike dhe e drejtë, por ajo që nuk mund të pranohet është cilësimi si tradhtar për këtë futbollist, kur në fund të fundit nuk ka zgjedhur as Belgjikën dhe as Zvicrën, por ka zgjedhur Shqipërinë. Për fat të keq, këto zëra janë shtuar shumë së fundmi dhe nuk janë të pakët. Është e papranueshme që lojtarët të kenë një presion të tillë kur zgjedhin që të kalojnë nga Shqipëria te Kosova apo nga Kosova te Shqipëria. E gjitha kjo situatë ndërlikuar ka detyruar edhe babain e etnik Brutit, Besnik Bruti, që të dalë me një deklaratë zyrtare në Facebook, atje ku shkruante: tradhtarë janë të gjitha ata që i thon tradhti mbrojtës së flamurit Adem Jasharit, Zahirit, Agimit e të gjithë dëshmorëve të tjerë të rënë për diri. Biri im ka marrë një vendim që buron nga bindjet e tij dhe dashuria për kombin. Ai nuk e ka refuzuar Kosovën, por ka zgjedhur të luajë për Shqipërinë, për flamurin me të cilin i kemi mbështjell dëshmorët tanë. Kjo nuk është tradhti, por besnikëri ndaj idealit për të cilin kemi luftuar. Të gjithë ata që sot e gjykojnë duhet ta dinë se askush nuk mund na jap leksione për atë dashuri dhe sakrificë për Kosovën. Askush nuk ka të drejtë të vërë në dyshim vendimin e Brutit, i cili me zemër dhe shpirt po ndjek rrugën e tij, duke mbrojtur vlerat kombëtare. Për ne, Kosova dhe Shqipëria nuk ndahen, sepse jemi një kombë, një gjak dhe një histori, ka shkruar Besnik Bruti.